Ali Ahmeti dhe Arjanit Hoxha e shtrin dorën e bashkimit. Pas thirrjes së BDI-s për bashkimin e partive që ndajnë të njëjtin vizion për përfaqësimin dinjitoz dhe të ardhmen politike të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, kreu integristëve dhe ai PD-s u takuan dhe ranë dakord që PD të kalojë në BDI. Palët u dakorduan që në të ardhmen të funksionojnë si një subjekt i vetëm politik në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim, si partia më e konsoliduar dhe organizuar shqiptare në vend, duke i bashkuar kapacitetet organizative, programore dhe njerëzore në shërbim të interesit të përgjithshëm të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. U kumtua po ashtu që zyrtarizimi i këtij vendimi, si dhe detajet organizative dhe procedurale të integrimit, do të bëhen publike pas miratimit formal nga Këshilli i Përgjithshëm i BDI-s. Por a do të bëhet Arjanit Hoxha nënkryetari i BDI-s siç përflitet? Tash ne nuk kemi fol për ato detaje, nuk do të ishte korekte dhe të flitet në këtë situatë. Gjithsesi ato janë pozicione që vendosen në organe partijake, kështu që t'ja lëm kohës dhe të shohim se si do të jenë pozicionimet. Por edhe një herë e riteksoj se pak është i rëndësishëm pozicionimi individual, sa është i rëndësishme atë për cilën edhe unë jam angazhuar që strukturat partijake të Partisë Demokratike Evropiane, ashtu siç janë funksionale në të gjitha 17 degët partijake, të përfshihen dhe të funksionojnë në kuadër të një organizate politike. Por si e sheh Hoxha faktin që asnjë parti tjetër përveç të tij nuk e pranoi ftesën për t'u shkrirë në BDI? Por me siguri tash për kalkulime të natyrave të ndryshme, ndoshta edhe pse disa prej tyre kanë edhe deputet i bëjnë matematikat e tjera, por në fund besoj se kjo do të jetë rruga të cilën do duhet ndjekur, pasi që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, sidomos pas këtyre rrethanave politike që ndodhen dhe situatat të cilat kanë ndodhur në këto 2 vitet e fundit, do imponojnë që të ketë një strukturë jashtëzakonisht të fuqishme politike, që për fatin të mirë ose të keq, si do dikush ta komentoj, BDI-ja është dhe mbetet partia më e organizuar shqiptare. 2 partnerët e BDI-s në kuadër të koalicionit AKI, Arben Taravari, ASH dhe Skënder Xhepi Zejdi i Lëvizjes Populli, tashmë i kanë thënë jo thirrjes për shkrirjen e subjekteve të tyre në BDI.